Më bëri shumë përshtypje që kisha para disa ditësh Belind Kılliçin këtu dhe kur pyeta për qeverinë, kur pyeta për qeverinë, ty të përmendë, nuk përmendi emër. Bile kam një të shkurtër që duhet ta shikosh, nuk e di a ke ndjekur. Po? Ja, unë nuk shiko, kur merresh me dikën dashur pa dashur i bën edhe reklam. I bën edhe reklam. Unë s'merr fare ti jetë mirë të shikoj punën. Ja, dëgjoj çka ka thënë. Ka marrë për të folur për qeverinë. Gjitha Belind. Për hajdutrin, për lajmin që qarkullon për qeverinë i lirë, por ne për tërmetëçi mund ta kesh ministër financash. Për të thënë për Agron Male që mund ta kesh ministër të brendshëm. E ministri i financave. Pa e ke pa. Shiko, dëgjoj Tërmetin. Po? Unë nuk mendoj se kjo është mënyra më e dur për të bërë politikë. Mendoj unë. Se ndofta edhe një arsye tjetër e suksesit është që asnjëherë kur kam garuar dhe kam kandiduar nuk jam marr asnjëherë me kundërshtarët. Pa ta pse merr me ty? Pa, problemi tyre, ata ndofta nuk kanë të ardhme dhe është si puna e atij që s'ka ç'bëj tani, është si puna e shejtanit, po nuk e them dot në studio. Shejtani kur s'kishte punë u mor me të birin. Forte. Shejtani po se di atë punë tani ata nuk kanë shpresë. Dgjoj tani, ai nuk është, dgjoj. Ka një thënie që nëse ti bashkon gjitha teoritë edhe diçon deri te kafja, ato po s'u bën realitet, po s'u bën praktike, këta janë vetëm për fjalë. Foto tjetër? Komandanti. Tani dua një enderove? Bukur kjo. Shiko, dgjoj, unë çfarë do thuash? Edhe në prejardhjen time, po e them këtë edhe në prejardhjen time, edhe në genin dhe origjinën time, e përfitoj në studio të them që nuk ka lebër e nuk ka kurvelesha që të jenë, ata them kështu në shqip servil, ne o të duan vlla o nuk të duan. Ky është njeri i dashur për mua, e për njerëzit e mi e familjen time e mbi të gjitha, ky është njeri i dashur i vlerësuar për atë komunitet mrekullues që unë. Çfarë ka? Çfarë vlerëson? Se atje më fal, ai është kryeministri i parë. Është punëtor, është fjalë mbajtur, është punëtor mbi të gjitha. Është fjalë mbajtur. Unë do të thosh edhe këtë që sa herë edhe sa po të bësh një krahasim me deputet edhe me çdo qoftë cilin do. Ka ardhur ai burr në Tepelen, nuk kanë ardhur deputet më burr. E kupton ti ç'a? Tani, nga Ismail Qemalit e Dirama 33 kryeministra. Tani në këtë pjesë mua mos më ngatrojmë shumë tani se nuk dua që të ngatrohem se do fillojnë portalet pastaj ashtu e kështu edhe portalet janë për klikime, kështu që komandant respektet i është mirë. Dhe ne së bashku vëlla unë nuk do të ndahem prap, jo vetëm për Tepelenën tani se vetë japi punës, japi vetes tënde punë. Japi punë? Po japi punë tani se unë nuk mund të trokas vetëm për Tepelen, tani do të trokas për të gjithë qarkun. Unë kam marrë votan të gjithë qarkun. Po pra se ke marrë në çdo kuti votimi do më gjesh në gjithë qarkun Gjirokastër, në çdo qendër votimi, në çdo kuti ku nuk kam marrë vot. Më gjej një edhe unë them. E bukur kjo që i ka për punë vetes. Po. Çfarë sakrifice do bëje për Edi Ramën për këtë respekt dhe vlerësim që ke? Sakrificë. Tani sakrificat janë, jo, sakrificat nuk mendojnë njëherë para, sakrificat janë nga shpirti. Pse di? Nuk e di, po di që për mua është dhe do të ngelet lider edhe i patjetërsuar. Për mua, për të tjerë. Është lab Edi Rama ka ndofta nuk është lab, po ndofta kjo është ajo që na bashkon bashkë që karakteri dhe zakonet e tija kanë të bëjnë shumë me labrin. Po kështu në njëre, ke bërë një debat me Edi Rama? Tani thonë që ku ka debat ka edhe zhvillim, ka edhe... Ke bërë debat, e po se këtu të regohet karakterin. Tani qa do të them tani që kam bërë debate unë me Edi Ramën. Ka një hierarkinë të dy... Jo, atë e ke respektuar ti, se atë të regohet, po ti thosh, o komandant, po këtu kjo është gabim. Debate a i burë ka bërë që a i të merë mes natës dhe tot qa bet me këtë punë dhe duat të mes natës, po, është i vetëm i burë, prandaj e është i vlerësuar, e prandaj i ndofta ajde votohet më shumë nga të gjithë. I me nota kështë fikur në njërë telefonit. Po i fikë mund si fikë telefonat. Foto tjetër. Qeveria. Tani ma bëj mua këtë ndërë. Qa do? Ma bëj këtë ndërë të mos mere me të pjesë unë. Jo, vetëm diçka kesh. Vetëm diçka kesh. Jo, nuk do të ndofta një pjesë i njof dhe një pjesë nuk i njof. Të pëlqeu qeveria po jo? Tani më dëgjoj mua, nuk jam unë ai që vendos qeverinë, tani këtë pjesë ma kurse këtë pjesë. Okej. Se nuk duaj, më rregull, nuk duaj që unë të prononcohem për ndofta të bëj rregull. Foto tjetër. Tani
Edi Rama pse të do ty? Pa mirë ti e mora veshun që e do shumë Edi Rama. Po tani pse më do Edi Rama mua? Po tani do të pyesni Edi Rama pse më do Edi Rama mua tani? Se pyes do të për këtë unë Rama, do të pyes ty. Tani në një filozof i madh nuk jam unë, që ta dish. E them nuk s'kam turp, por në përgjegjësinë që marr jam korrekt dhe jam i përgjegjshëm për ta çuar deri në fund. Këtu jeni të PS-ja? Këtu jemi, këtu jemi faktikisht këtu jemi. Pallati Kulturës. Temon ku jemi tek Pallati Kulturës. Sheshi Skënderbej. Pemët aty, po. Kur mbaroi qendra e Sheshit Tiranës. Kur mbaroi. Nëse zakonisht Rama kaq afër dhe kaq nuk është se bën me një socialist, po më këm bëri shumë shtyp. Foto tjetër. Ky nuk është Kobe Bryant. Po shiko. Kush e vuri këtë te palestra? Kush e pikturoi? Është një ndër investimet, po? Ndër ato të shumta investime në Bashkinë e Tepelenës dhe kjo është qendra multifunksionale në qytet që po ta shikosh dhe ju mirë bëni që e nxini kështu, po pse nuk e nxini siç ka qenë më para, jo siç e gjeta unë atë me Edi Ramën? E marr me mendun atë. Dhe një Renault, një ku dëgjon çfarë ishte dhe kjo pastaj ishte që ka shumë domethënie. Ishim dhe para zgjedhjeve, ai ishte një 3 pikësh i dedikuar për palën kundërshtare. Do Rama ka për 3 pikësh. Sa e bukur kjo. Kush ishte autori kësaj? Po të gjithë bashkë, se nuk mund të ndash dot. Jo, piktori them se ideja e jotja ishte, jotja. Këtë e ka bërë një dashamirës i Joni dhe imi bashk, Astrid Beluli. Okej, foto tjetër. Dhe gjithë ta përshëndes, ta falenderoj për punën. Po përshëndesim autorin e kësaj. Po çam ngatron mua tani kot. Po ti do të kesh kundërshtar atje, princu se ka marrë fjalën ai. Princu si ka ngrënë. Ai ka qenë presidenti i Republikës, ka qenë kryeminist, është opozitar, kryetari i një partie si Partia Demokratike. Suksese në jetë, i them unë. Të ketë shëndet. Suksese në jetë, po ai se ka ngrënë akoma motorin. Po kur të marrë fjalën ai thotë tërmet Peçi, ti që aty. Çfarë do i thoshti? Po çfarë do i them unë tani varet si do t'i them tani. Çfarë do t'i them unë tani? Se Berisha kur të bën nuk të fal. Po tani. Labje ti po edhe ai. Unë jam mësuar. Tropojan? Po mirë, dakord. Nuk di çfarë do t'i them, s'kam çfarë i them se edhe mosha ime në moshën e atij tani ka një. Do të thonë pyetja ime për të qenë serioz, do të thonë do të përgjigjesh atyre akuzave që ai do bëj? Po varet nga akuza dhe varet nga pyetja dhe varet nga retorika që do të përdorin. Unë në të drejtën time si kushdo. Po si kushdo. Si kushdo. Si ka mundësi po të drejtojmë kështu tani që një burr, ai s'është burr tani ka kaluar më 81 vjeç, ka energji më shumë atje në Partinë Demokratike. Si ka mundësi? E vlerëson këtë? Nuk e marr ndonjëherë. Edhe nuk jam për të bërë vlerësime, nuk jam marrë ndonjëherë se ndofta nuk është forca ime politike që t'isha marrë dhe t'isha brenda. Po të qepër në familjen tonë politike, të më pyesje për di këtë, tani nuk e di fare çfarë të bëjnë këta, s'merrem fare. Foto tjetër? Më pëlqeu shumë kjo foto. Nuk e quaj, ja tani nëse ma lejon atë projektin e parë që thash unë tani me të ndjerin Kujtim Çela, atë qendrën e sheshit aty tek Lord Bajroni, ne e kemi konceptuar së bashku, jo, qendra është kjo, nëse më lejon që të kemi. Është kjo. Është këtu. Këtu e kemi filluar ne. E në fillim fare pastaj. Tani Kujtim Çela se ka shumë Kujtim Çela. Ka ndruar Kujtim Çela nga Tepelena, ka ndruar jetë inxhinier. Nga Tepelena. Po. Ajo ka qenë një kështu një. Dhe ndofta ata para gjykuesit e skeptikët e mëdhenj thoshin tani ku do kalojnë makinat, si do kalojnë makinat, çfarë po bën ky, po shkatron qytetin, ky nuk di, ky nuk bën. Dhe projekti i dytë mbas kësaj ka qenë lagja 15 shtatori që është spitali, rehabilitim dhe sistemim i spitalit. E pastaj vazhdoi loti i parë nga Anxhesia deri në qendër, loti i dytë pastaj nga qendra edhe deri në anën veriore të Kalas dhe loti i tretë dhe i katërt, këtu keni fotot vjetra ju po të shikoni, është bërë një investim ku të gjitha banesat, unë do të thoshja, janë rindërtuar nga e para. Banesat e vjetra? Dhe mendoj dhe besoj shumë, jo vetëm për Tepelenën, po për të gjitha banesat që shikon, janë restauruar, ndërtuar, dhe Kalaja do të jetë motor ekonomik jo vetëm për banorët aty dhe për Tepelenën, por unë jam besim plot dhe i bindur që për të gjithë qarkun. Sa banorë ka tani Tepelena?
Rreth në total tani me ndarjen territoriale janë rreth 16.316.400 banorë. Ja, çfarë nuk është. Shumë mirë e keni bërë ju, po edhe këtë investimin këtu të bypassit, po prap kjo qeveria ka bërë, se ka qenë një gangre në vite, edhe në lidhje me trafikun, edhe në lidhje me jetët. Si tha komandanti yt Edi Rama që aty një hollandez çdo aty tha. Shiko, Kur shikoj tërmeti tha hollandez tha në rrugët e Pelenës tha se kishte menduar vetë tërmeti tha. unë e thash edhe pak më parë, numri i turistave tashmë unë po sigur ta them kështu unë më drejtë për drejtë, që jemi drejt për drejt. Po. Dhe me ju Roland, po edhe me publikun. Ore, në Tepelen ishte në 2011 kur kemi marrë detyrën, kjo nuk është për të bërë tani për të rrarur gjoksin tani, po kjo është një gjë e vërtet, është kokfort de facto. Edhe familjarët tanë, edhe banorët e Tepelenës kur iknin, shkolloheshin dhe shkëputeshin nga Tepelena, nuk ktheheshin më në Tepelen. Nuk ktheheshin. Po tani? Po absolutisht. Tani ka një trend rritje dhe po të shikosh, dhe nuk e di nëse ju e keni tani nuk e di nëse keni foto të veçanta informacioni dhe po të keni materiale aty që janë kthyer dhe po investohen dhe në investime bashkohore në të tre njësit, në shumë fshatra në të tre njësit e bashkisë Tepelen. Okej. Nëse na ndihmore gjia me një foto më të re se sa kjo, me këto që tha zoti Peçi, do ishte më mirë. Foto tjetër? Po, kjo është bërë Ky është një monument i vjetër, por pyetja ime është Montaz Drami ka bërë këtë. Po jo çfarë simbolik në bashkëpunim me Bashkinë e Tepelenës dhe me disa donatorë, edhe Kjo mos gaboj është e viteve 90? Jo, është mbas viteve 90. Po e viteve mbas 90. Po. Mbas e viteve 90? Nga 2003-shi. 2000 fare. Për të mos qenë, më thënë që të mos binoj lapsus të thonë vitet, por mbas këtyre viteve. Do të mbas rozimit në kohën që ka qenë Ndjeri Xhaferuçi, kryetari i Bashkisë Tepelen. Është vendosur. Keni cilësi kështu si Ali Pasha Tepelena, se gjithë tepelenësit do duan të kenë cilësi të Ali Pasha Tepelena. Ti vetë ke? Ke mund cilësi si të Aliut? Po. Të gjithë tepelenësit kanë cilësi. Këtë e thash vetë, ti vetë ke? Nuk e besoj, nuk e mendoj, po ndofta dhe unë si të gjithë tjerët, sa do pak mund të kem në një pikë. Dhe jo vetëm të Aliut. Ka një pyetje unë, a do jetë bas yt që ti të sjellësh kokën e varrosur në Stamboll të Ali Pasha Tepelenës, sepse bëri përpjekje Sali Berisha kur ishte kryeminist, por nuk e solli. Premtime kot thua ti, premtime bosh. Nuk e premtoj dot në kuptimin e mirë, ne e kemi absolutisht